3 gola për 3 pikë. Flamurtari e shijon fitoren pas 5 javësh duke mposhtur Byllisi në shtëpi. Kuqezinte shojnë vete në play-out dhe ngjiten në vendin e 8 me 18 pikë. Ajsa edhe Byllisi, por janë të avantazhuar nga ndeshje direkte. Sfida u vullos nga golat e Urbaez, Markut dhe Maksutit. 4 ndeshje pa tifoz në fushën e vet. Nga ky takim flamurtari nisi dhe dënimin e disiplinës, por tifozët kishin zgjedhur të hipnin në terracet e pallateve pranë stadiumit për të mbështetur fuqishëm me flamuje broritje skuadrën e zemrës. Sipas protokollit dhe rregullores kur dënohet fusha, në tribunën qendrore kishte vetëm disa personalitete, ku presidenti i klubit të futbollit flamurtari Sinan Idrizi ishte së bashku me homologun e tij te ekipi të Byllisit Kaplanaj, si dhe me figurat të sportit vlonjat. Flamurtari tregon shkëndijat qysh në minutat e para, luan më mirë me aksionet sulmuese. Vlonjatët zhvendosin lojën në gjysmë fushën e tyre, por shifrat do të zhbllokoheshin në minutën e 29. Koxhi nuk e largon si duhet topin e arkuar nga Trashi, aty ku përfiton Urbaez që me goditjen e dytë me të majtën e dërgon topin në rjet. Pas golit flamurtari të riqet në mbrojtje, miq shfaqen të rrezikshëm, por nuk përfitojnë dot nga një mundësi që kishin me anë të Wallison. Momenti i vështirë për flamurtarin ishte minuta e 38, kur Xhaja akordoi një penallti për prekje të topit me dorë, por më pas thërritet në VAR që ndryshon vendimin. Në minutën e 41, Trashi tenton golin e dytë të ndeshjes, por gabon. Gjuajtja Urbaez është për t'u haruar, ndërsa Byllisi ngul këmbë me Markun e Mustafain. Në 2 minutat shtesë një gjuajtje fluturimthi e Wallison përfundon në duart e Leskovskit. Pjesa e parë do të mbyllej me avantazhin e vlonjatëve. Goli 2 do të vinte në minutat e para të pjesës së dytë, e pikërisht në minutën e 49. Është Erald Marku që kalon barikadën dhe portierin rumun dhe realizon një super gol direkt nga goditja e dënimit dhe 2-0 për vlonjatët. Shokohet Byllisi ndërsa flamurtari komandon. Vlonjatët janë në kërkimet të golit të tretë, që gjej në minutën e 64. Trashi arkon nga këndi dhe Maksut realizon me kokë nga një distancë afërt. Në fund Byllisi nuk gjen dot as golin e nderit në transfer të vlonjate, ndërsa Festa do të fliste për flamurtarin, që merr një fitore shumë të rëndësishme për vazhdimsinë.